Këtu është horoskopi i diel 26 tetor 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Periudha e tensionuar për çështjet e zemrës dhe familjes, por vetëm sepse disa llogari të papaguara duhet të balancohen. Ju nuk do të ndiheni në gjendje perfekte. Problemi është se, si zakonisht, gjithçka bie mbi supet tuaja. Demi. Në dashuri nuk ndjen se ke njerëz në krah. Ndodhi që të merreni me burokraci, çështje dhe llogari të papaguara. Binjaket. Mundohuni të kompensoni kohën e humbur. Çdo vendim do të duhet të mendohet me kujdes. Në dashuri është e vështirë të ktheheni pas, dhe veçanërisht nëse keni përfunduar së fundi një histori, tani keni nevojë për emocione të reja. Gaforja. Kujdes nga shpenzimet e panevojshme dhe shpërqendrimet. Në dashurinë e qetë të dukshme. Luani. Në dashuri është e kohë të ngresh zërin nëse je i sëmur, nëse nuk sheh këdo. Të ankuarit për të kaluar nuk ju ndihmon, shmangni ngecjen e mendimeve dhe emocioneve, përkushtojuni të res. Virgjeresha. Mendoni për këtë, sepse këto ditë idetë tuaja janë të rëndësishme, ju mund të kapërceni sfida të ndryshme. Koha e bashkëjetesës do të jetë më e lehtë për të zyrtarizuar një marrëdhënie. Takime pozitive. Peshorja. Ndiheni të lodhur dhe të dobët. Dita e ndarë midis familjes dhe mira stimujve të jashtëm që po vinë. Akrepi. Tensioni nervor është mjaft i lartë. Ju nuk jeni të bindur për sinqeritetin e një personi dhe nuk preferoni të ekspozoheni. Ju mund të hiqni dorë nga një propozim që nuk ju bind shumë. Shigjetari. Është koha për t'u dëgjuar, keni pasur një situatë intriguese, por më pas dikush nuk e gjeti ose nuk e meritoi atë që priste. Për të fituar duhet të pranosh ndërmjetësimin. Bricjapi. Moment dinamik siç ju pëlqen më shumë, dhe sigurisht gjithçka në zemrën tuaj. Ju do të jeni në gjendje të merrni shumë nga ato që dëshironi. Mundësi të mira nëse zemra është vetëm. Ujori. Në dashuri është gjithmonë një kohë e mirë për ata që duan të përcaktojnë një histori ose duan të bëjnë takime të veçanta. Ditë aktive dhe pozitive. Peshqit. Mundësitë e lindura në muajt e fundit nuk duhet të harxhohen, shkoni përpara në rrugën tuaj edhe nëse sot diçka nuk është në rregull. Realiteti është që ju keni shumë mendime në kokën tuaj dhe kjo sjell disa shqetësime në çdo marrëdhënie. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.